Aksidenti tragjik në Durrës, ku fatkeqësisht humbin jetën 2 fëmijë pas përplasjes në trotuar nga shoferi alkoolizuar Nikol Radaçi, ka bërë që policia të marrë një serë masash për parandalimin e aksidenteve, duke kryer monitorimin më të rreptë të akseve rrugore. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike Dimitraj Gziu paralajmëroi masa shtesë kundër aksidenteve, duke theksuar se në të gjitha strukturat e policisë rrugore janë pajisur me dron, kamera, aparate fotografike, si dhe pajisje të tjera teknologjike. Janë kalibruar 22 mjete shtesë mas. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamera dhe aparate fotografike, aparate alkool testues dhe drog testues. Njëkohësisht, do të bashkëpunohet me qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut, me qëllim që shkelet e konstatura t'i kalojnë policisë rrugore për të përcuar masat administrative. Policia bëri publike dhe shifrat e aksidenteve për 4 muajt e parë të këtij viti, shkelje rrugore që janë burim për aksidente. Janë arrestuar njëse 1.009 shtetas, drejtues autometër, për drejtim mjetër në gjendje të dhëur dhe pa leje drejtimi. 82.100 drejtues mjetësh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejora, 815 drejtues autometësh nuk kanë asnjë pikë me lejen e drejtimit dhe do të nështrohen testit nga e para. 27.000 drejtues autometësh janë dëshkuar për parakalime gabora, rreth 60.000 drejtues autometësh për drejtim mjetit pa sigurimi. Sa i takon urdhrit të drejtorit të përgjithshëm për heqjen e patrullave në akset kombëtare, zyrtari i policisë sqaroi se bëhet fjalë për ndalimet pa arsye të qytetarëve. Ka të bëjmë me mos ndalimin e autometër në rrugë nacionale pa shkak, duke krijuar imazhin e keq në publik. Në akset rrugore nacionale, shërbimeve të policisë rrugore monitorojnë qarkullimin dhe do të evidentojnë shkeljet rrugore nëpërmjet pajisjeve teknologjike. Punojësit e policisë, kur evidentojnë shkelje dhe e dokumentojnë me mjete logjistike sjellje të agresive të drejtuesve autometër, do të veprojnë sipas kërkesave të kodit rrugor. Urdhri i Skënder Hitës ka të bëjë vetëm me faktin që rrugorja të mos ndalojë mjetet pa arsye në rrugë, pasi në këtë mënyrë bëhen vetë uniformat blu burim aksidenti në autostrada apo rrugët nacionale.